Festimet për 250 vjetorin e pavarësisë së SHBA-s, presidenti Donald Trump i nisi me një fjalim patriotik që mbajti të premten pranë monumentit kombëtar në malin Rushmore në Dakotën e Jugut, në faqen e të cilit janë gdhendur fytyrat e presidentëve George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln dhe Theodore Roosevelt. Në fjalimin e tij, Trump u shpreh se identiteti amerikan po sulmoi nga idealet komuniste dhe shënjestroi ata që i cilësoi radikal dhe ekstremist që sulmojnë historinë amerikane. Po përballemi me një rikthim të kërcënimit komunist në vendin ton, përfshi edhe atë nga ata që sapo kanë ardhur këtu dhe që përqafojnë ide krejt të kundërta me mënyrën tonë të jetesës dhe me suksesin ton të madh. Mund të jesh komunist ose mund të jesh patriot, por nuk mund të jesh të dyja këto njëkohësisht, u shpreh presidenti amerikan. Gjua e të cilit nuk u karakterizua nga retorikat e tij të zakonshme kundër migrantëve, por mesazhi ishte i qartë. Nuk është e domosdoshme që të kesh lindur këtu, por duhet të duash atë që kemi ndërtuar, theksoi ndër të tjera ai. Pasi foli për rreziqet e komunizmit, Trump theksoi se vetmja mënyrë për të siguruar fitoren e republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit ishte miratimi në Kongres i aktit Shpëtoni Amerikën, nën të cilin amerikanët duhet të provojnë se janë shtetas të SHBA-s, kur të regjistrohen për të votuar dhe duhet të tregojnë një dokument të vlefshëm identifikimi me fotografi para se të hedhin voton. Ndërsa hym në vitin ton të 250 që do të jetë i pabesueshëm dhe i bukur, nuk duhet të harrojmë se nuk ka liri amerikane pa kulturë amerikane, u shpreh Trump në fjalimin e tij.